Se thash, vetëm dituria është ajo që garanton elitarizmin e vërtet dhe këto elemente tjera, edhe pushteti, edhe do thot media, edhe biznesi janë shoqëruese. Ato po i ke, botë edhe më mirë se të ndihmojnë të përhapish domethënë qëllimin dhe misionin tënd. Po si ke e ke më vështirë. Andaj jo rastësisht domethënë në Islam vlera e parë dhe kryesore që jepet njeriut dhe që njeriu me te fiton vlerën e njeriu është dituria. Andaj Ademi alayhis salam, njeriu i parë kur i krijua dhe u dallua nga krijesat tjera ishte sa i dinte emrat e gjëra që nuk i dinin krijesat tjera. Dhe jo rastësisht në Islam, do të citati i parë hyjnor që zbret nga qielli në tokë për ndryshu gjendjen e gjithë globit është lexo. Andaj, jo rastësisht, ne sot për shembull media çfarë roli luan? Për shembull, gjithë na përcjellim median. Na nuk shohim se media e ka rolin e afirmimit të leximit dhe shkollimit të trive. Do të cilë mund të jetë emisioni më i shikuar domethënë në ekranet televizive. Shohet e lloj-llojshme që janë. Andaj, për shkak se shohet e lloj-llojshme janë më të shiquarat, ato edhe prodhohen më shumë se tjerat. Emisionet edukative, emisionet arsimuese nuk ekzistojnë në ekranet televizive. Do thotë media në këtë rast nuk e luan rolin e arsimimit dhe edukimit të shoqërisë tonë, por luan rolin e dehjes së mendjes së shoqërisë tonë në argëtim dhe dëfrim. Kjo ka qenë sprova e Romës së vjetër. Do të këndojnë, tha, ke filmi, tha, le të këndojnë, tha, është gjë e mirë, tha, kur populli do të këndojë. E dha mesazhin. Edhe Roma ishte e dhënë pas bukurisë edhe artit, edhe në fund pësoi disfatën.